Mirëmëngjesi, shikues të nderuar. Okej. Siç po shikoni, jemi këtu në Dolls, ka e kryjm asfaltin. Edhe vetëm duhet me ku pak i kujdesshëm që do të opa. Faleminderit për anë. Okej. Tani unë do vendosem këtu të traka ku do të më prit të korsia këtu. Siç po e shikoni, po e devijojnë trafikun andene tani. Edhe kjo është fantastike sepse kjo tregon që ka vjen shumë afër momenti kur gadal po afrohet koha për mi përgatit vendin për asfalt. Okej, më thanë me prit këtu. Shumë bukur, më ka do mi abo sukra dit mi abo segmente që ju ta shikoni pak e cërin e punës. Edhe faleminderit. Atëherë jemi në segmentin këtu që mi ka kryet asfalti. Edhe vetëm të shikoj nëse kam ne vetur nonën e djathtë që po kyqet në këtë pjesën. Kjo pjesa që po hitani, kjo është komplet rrugë e re. Edhe siç po e shikoni, është krejt kjo pjesa këtu që e shikoni këtej, krejt kamera poshtë nivelin e kësaj. Krejt duhet mu minu edhe i herë kjo pjesë. Tani e kanë deviju trafikun në këta anë. Këtu do të shtrohet asfalt i ri në këtë pjesë. Par, siç e shikoni këtu farë kërshina të do. Kjo është bo fantastike se këtu ku një brek shumë i kesh. Mund do të më nalë atjetër një makinë tjetër me ma rafshu pak se shikoni këtu procesin e tani këtu vinë kamionat njëni mas tjetrit mushen me kjo është hera parë se trafiku po devijohet edhe mbi nën kalimin që është këtu. Që kur të shtrohet asfalt pi shikoni trasen që do jetë, do t'jetë fantastike, do t'jetë perfect. Hop, ja tani jemi zyrtarisht mbi nën kalimin këtu të Mirusha kompani. Shumë bukur, ne tani do vjojmë trafikun. Thonë të dalim tani në trasen originale të rrugës. Shikoni se si rritë ritmi punës tani këtu në Dolls ka li ka trejt. Kretë kjo asfalt që ju po shikoni, kretë ka mu blu edhe mu hek për këtu ujtë. Okej, mund do të më nërë këtu të kjo gurthysja këtu. Edhe të shonë nëse
është të mundur me marrafshu pak asfaltin që e kom sime. Okej, shikues. Shkarkesën e parë krym të asfaltit plum. Tani jemi ka shkoj më mush për herë dytë. Shikoni këtu djathas që është ka punohet, është ka shtrihet materiali, ka nivelizohet nga grederi këto. E mani mandi vidit që kom buk kur e kom sill këtë makinën pej Prishtine deri këtu në Dolc. Me kuverte transportuese. Tashti trafiku devion djathas. Është kolega jem para meje, kështu unë do t'jemi kujdesshëm me pa ku do të futet aj për të bërë mbushjen, se makina që po grin asfaltin atje, grysja asfaltit, ajo është në punë. Shikoni tani menjëherë është aktivizuar ekskavatori mi hek rrethet e pjesët rrethore të asfaltit e krirë këtu. Unë po ndjeki kolegen tam me shleper se na që jena me shlepera jena ma ndryshe me ata që janë me kateraksat, që shumë me makinerinë e kateraksat. Tak t'i pys këta mu i hi këtu. Hajde, vazhdojmë drejt. Hello, Buti. Njoni vej shefa v legenda. Okej, po vazhdoj kështu se nëse hi në këtë pjesën ku ka ngryhet asfalti, shikojni trashësinë e asfaltit. Ta dal deri në gur është domethënë. Deri në gur. E kanë qitë. Okej, tash ta këshyrin, po mduket tani të kem ka vinë me këtë drejtim, jam duke ardhur në drejtimin për pejg rrymja asfaltit, shumë bukur e bëj një vik nej, një vija nej. Okej. Shikoni kamionat të i prit në rallë të ngarku. Tërku na që jena me shlepera, neve na duhet me shku ma poshtë, me marrë kthesen edhe me ardhë. Në këtë drejtim. Okej, shumë bukur. Ja, ku vazhdojnë puna këtu. Në rregull. Unë du të me dalë me prit ma këtej, se s'ka me amave. Bëj këtu gjysëm rrën dhe këtej. Ej, faleminderit. Kjo jepe një pamje disa sekonda për i shtujt, të shikoni punimet. Ta frej pak mujsha, okej. Mirë është. Ta largoj se një ndridhjet ma shumë të vibracionit e kamionit. Unë po pres ramin. Me thonë ky segment sa të përfundon, ndoshta velëm para orës 3-4 përfundon. Pam. Jenë angazhu të këta kamiona, të në kjo punë, edhe në rregull jemi.